Për 3 vjet me radhë, grave dhe vajzave me aftësi të kufizuara në rajonin e Gjilanit, si dhe nënave vetë ushqyese të fëmijëve me aftësi të kufizuara, u është ofruar një mbështetje që zakonisht mungon krejtësisht në nivel lokal. Përmes projektit të financuar nga Bashkimi Evropian Historia ime, Digniteti im, 40 nënave vetë ushqyese dhe 149 grave dhe vajzave me aftësi të kufizuara nga komunitetet shqiptare, serbe dhe rome në Kosovë, ju ofruan shërbime në shtëpi që u ndryshuan jetën. Përkrahje psikosociale, ndihmë ligjore, furnizim me barna, vlerësime sociale, si dhe përfshirje në grupeve të përkrahëse. Ky projekt ka sjell një model të qasjes së drejt për drejt, klinikën mobile duke e quar shërbimin tek dera e atyre që rrallë arrin vetë tek institucionet. Me përfundimin e këtij projekti në vlerë prej 170.000 eurosh, i zbatuar nga Hendikos Gjilan, shtrohet pyetja: çfarë më pas? Drejtori i organizatës Hendikos Gjilan, Fatmir Shurdani, tha se klinika mobile ka qenë shpresa e qindra familjeve, sidomos në zonat rurale ku mungojnë shërbimet. Sipas tij, modeli nuk duhet të shuhet me përfundimin e projektit sepse nevojat janë të mëdha dhe të vazhdueshme. Kjo është një ndihmë direkte, drejt për drejt atakon personat rastet në nevojë dhe thjesht shumë do doja që institucionet tona të shohin praktikisht se ç'është bëhen shërbimet e profesionalizuara edhe të na mbështesin me këtë klinik, përndryshe ne nuk mund vazhdimisht të mbijetojmë prej donatorëve edhe përmes projekteve. Ky duhet të jetë një program që zgjat edhe aspekti financiar mos të vihet në diskutim për çështjen e klinikës mobile. Koordinatorja për çështje gjinore në zyrën e Bashkimit Evropian në Kosovë, Majlinda Statovci Ferizi, e vlerësoi projektin si një ndër nisma që e ka përmbushur me sukses misionin e tij, por kërkoi që punën ta vazhdojnë institucionet lokale. Ajo tha se projekti përfundon, por nevoja e komunitetit vazhdon ndaj komunat duhet të marrin rolin kryesor. Një aspekt i rëndësishëm i projektit është që të ngrisë kapacitetet, do të thonë të nivelit lokal dhe organizatave, po ashtu që ato të mund të vazhdojnë të mbështesin këto grupe të marginalizuara dhe një kategori shumë të ndjeshme. Kështu që po shpresoj shumë që puna ka me vazhdu, do të thonë për shkak se ka shumë nevojë dhe këto grupe shumë të ndjeshme do të vazhdojnë të përfitojnë edhe pas përmbylljes së këtij projekti sot. Mbikëqyrësia e rehabilitimit në kuadër të projektit Ardiana Bytyçi theksoi se shërbimet në shtëpi përmes klinikës mobile kanë qenë jetike, veçanërisht për nënat vetushqyese të cilat zakonisht mbeten jashtë çdo programi institucional. Ajo vuri në dukje se këto gra përballen me barë të madhe kujdesi dhe me mungesë mbështetjeje strukturore, ndërsa ky projekt u ka sjell për herë të parë një ndihmë të rregullt profesionale dhe falas. Ky program i mbështetur nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë ka qenë një mbështetje shumë e madhe sepse na ka kriju një qëndrueshmëri në ofrim të shërbimeve, edhe për ne, do të thonë si përpilues të programit dhe si mbikëqyrës, po edhe për stafin që kanë pas mundësi me ofru shërbimin pa presionin e mjeteve financiare dhe ofrimit të shërbimeve. Bytyçi theksoi se blerja e shërbimeve nga organizatat e shoqërisë civile, edhe pse rrallë praktikuar në Kosovë, duhet të merret seriozisht. Shoqëria civile ka kapacitetet me ofru. Në momentin që institucionet nuk e kanë këtë mundësi me ofru, është mirë dhe ju bëj thirrje që të fillojnë të mendojnë për blerje të shërbimeve në mënyrë që të mos ketë ndërprerje në ofrim të tyre. Këto shërbime janë jetike për gratë dhe vajzat me aftësi të kufizuara dhe nënat vetushqyese. Gjetjet kryesore të raportit të zbatimit të projektit si dhe rekomandimet vënë pas se gratë dhe vajzat me aftësi të kufizuara, në veçanti nënat vetushqyese, përballen me mungesa serioze të shërbimeve bazë, mbështetje të kufizuar sociale, qasje të kufizuar në terapi, mungesë transporti, shërbime të shtrejta private dhe përjashtim nga tregu i punës dhe arsimit. Nënat vetushqyese mbeten ndër grupet më të padukshme, pa mbështetje financiare dhe nën barën 24 orëshe të kujdesit. Si rezultat, rekomandimet kryesore kërkojnë
kërkojnë rritje të buxheteve komunale, vazhdim të shërbimeve në shtëpi, blerje të shërbimeve nga organizatat e specializuara, mbështetje financiare për nënat vetushqyese, forcim të kuotave të punësimit dhe investim më të madh në arsim të qasshëm dhe në transport publik të përshtatur. Bashkimi Evropian në Kosovë do të vazhdojë angazhimin me autoritetet lokale për të ndihmuar në arritjen e këtyre qëllimeve.